Tani që një situatë jo e zakonshme me pjesën e flamingove, si vjetë kemi pasur një numër të konsiderueshëm, të paktën edhe me çfarë janë parë. Çfarë ka ndikuar? Atëherë, siç e thatë edhe ju, këtë vit kemi pasur numrin më të madh të flamingove që kanë vizituar liçenin e Pogradecit. Para 2-3 javësh kishim një grup individësh rreth 80-90 flamingo. Sot janë rreth 15 individ. Kjo është një periudhë që themi është bërë e zakonshme vitet e fundit. Pasi në këtë periudhë flamingot po e vizitojnë më shpesh liçenin e Pogradecit dhe për periudhë të shkurtër. Pasi e përdorin si një vend tranzit për të kaluar drejt lagunës së Karavastas apo lagunës së Nartës, ku ato shkojnë për dimërim. Cila është rruga që ndjekën flamingot? Kryesisht flamingot vinë nga pjesa, le të themi, jugore e Evropës, nga pjesa e Turqisë, veriu i Afrikës, më pas vizitojnë, le të themi, pjesën mesdhetare të Evropës, përfshirë dhe detin Adriatik, siç është dhe Shqipëria, në drejtim të Shqipërisë, Malit të Zi apo dhe Kroacisë. Sa ditë mund të çndrojnë në liçen? Se ju thatë është tranzit, një kalim i shkurtër. Siç e përmenda pak më lart, është një periudhë tranzitore, pasi ato vinë nga një rrugë e largët, dhe këtu ato e përdorin për një periudhë qëndrimi 2-3 javor maksimumi. Pasi pushimi 2-3 javor, ato zhvendosen përsëri në lagunat, ku është dhe habitati i tyre natyral. Pra, flamingot preferojnë lagunat bregdetare dhe kryesisht liçenet e kripura. Në fakt, tetori duket që është pak më i ngrohtë se vitet e shkuara. Ka ndikuar kjo për këto grupe që kanë. Sigurisht një nga arsyet kryesore pse flamingot po vizitojnë liçenin e Pogradecit janë ndryshimet klimaterike, ndryshimet e temperaturave, luhatit e ndryshme të temperaturave, por sigurisht dhe kjo pjesë liçeni, siç e shikoni dhe ju, kemi një treqe të kësaj pjese të liçenit dhe kjo ngjason tashmë me një mini lagun të vogël dhe kjo është një nga arsyet që ato pushojnë këtu për disa ditë dhe më pas zhvendosen. Ju thatë më herët që viteve të fundit është bërë si traditë. Kur bëhet fjalë për vitet e hershme, nuk qëndronin fare flamingot në Pogradec? Le të themi para 20 vitesh flamingot nuk ishin prezente fare në Pogradec. Këto 10 vitet e fundit flamingot janë prezente në liçenin e Pogradecit. Shpërndet. Faleminderit.